Miqtë e Gazetës në Fokus, po e lexoj një status të Goran Muratin. E ka publiku sot, ku po tregon se edhe këtë muaj janë mbi 90.000 familje të cenueshme që kanë pranuar subvencionin e faturave të energjisë elektrike. E Goran Murati, ministri në detyrë, që 5 vitet e fundit ka desh mënaj qarru syt se cilin që e kena kritiku që po ka në ngecje në zhvillim ekonomik, po thellohet kriza, po thellohet ose po vështirësohet jeta qytetarëve, që është rrit jashtëzakonisht shumë çmimi, faturat që pagujmë çdo ditë për konsum ditor, që inflacioni ka rrinë shkallë rekord se asnjëherë më parë në Kosovë. Këta e ndala na kanë tregu qysh kemi një bum mall ekonomik. Qysh ka si asnjëherë më parë numër të madh të punëtorëve që ka rënë në shifrën 10% vetëm numrit të papunësuarve në Kosovë. Aty që nuk kanë punë. A sot po del për na kallëzon po 90.000 familje në Kosovë kanë përfituar nga subvencionimi i faturave të energjisë elektrike. 90.000 vetë, 90.000 familje. 90.000 familje kanë përfituar nga që kjo mos. Kriteret të cilat do t'ju tregoj pas pak. Mirë po, t'ja u kujtojmë që në Kosovë, në regjistrimin e fundit të popullsisë, në Kosovë janë gjithsej 353.702 ekonomi familjare, që i bie dikon parafërsisht çdo 4 familje ka përfituar nga kjo mos. Cilat janë kriteret që duhet mi përmbush një familje për mja subvencionu shteti faturën. Duhet me qenë që familjarët e tyne me jetu me ma pak se 150 euro në muajt. Domethënë keni kriteret të cilat i kanë qitë vetë Goran Murati, qeveria Kurti, ku thotë që nëse përfitojnë nga kjo mos ato familje të cenueshme që shpëtat e Goran Murati, që kanë tyra ma pak se 150 euro në muajt për anëtarët të familjes. Domethënë, sipas këtij statusi, e Goran Murati po na tregon që hiç ma pak se 90.000 familje në Kosovë jetojnë me qëtë standard, me qëtë mërqenje. Çdo 4 familje në Kosovë jeton me ma pak se 5 euro në ditë një antar i tyre familjes. Llogaritne. Që t'ja lapsin vetë, edhe shihni që mundet me vonë në këtë shkallë kaq lartë inflacionit, me këto çmime që janë aty pagu në Kosovë sot, qysh mundesh çfarë mundesh me pas në Kosovë me 5 euro në ditë. Liza Gashi, deputetja e Lëvizjes Vezëndosi, është ministre që ka qenë ajo, para pak dite thanë Kosovë njerëz janë të pasur, kanë parë shumë. 90.000 familje. E Goran. Po na tregon që i këtë subvencionu me buxhet shtetit për mja lehtësu pak barrën e mbijetesës në këtë shtet. Këtë shtet për cilin që çdo paraqitje ti thu që kur nuk ka pas, si asnjëherë në historinë e Kosovës, zhvillim më të madh ekonomik, rritje të mirëqenies, numër kaq të madh të punësuesve. Qysh është e mundshme që ka 90.000 familje, çdo 4 familje në Kosovë, po jetoj ka më pak se 5 euro në ditë. Që kjo është realiteti. Që vetë jo, me statistika, po e demantoni krejt propagandën që jeni të e vonë natë të ditë, e sidomos këto ditë fushate. Domethënë propagandën e juaj përdzoni vetë, po na tregoni që është propagandë, është mashtrim elektoral. Nuk e pranoni realitetin. Ndërkaq që ku pjo del në rreshta. 90.000 familje. Nëse çdo familje kanë përjetuar bazë të kritereve, të cilat i keni përcaktuar vetë, e që nuk mundesh me përfitu
këtë mos. Nuk mundesh me subvencionu për faturat e energjisë elektrike një familje e cila ka ma shumë se sa 150 euro në mujtë për antar të familjes, që i bie me ma pak se 5 euro në ditë. Krejt jo, që jeni ra prej e kësaj propagande, e sidomos pjesa e ju diasporës, që në fakt, ma shumë se sa shteti që pi jep mundësi, e pi mbështet, jeni ty majt ju me njerëzën e juj. Kuptone që kjo është realiteti. Për thotë e Goran Murati. Për thotë e Goran Murati që 90.000 familje në Kosovë jetojnë me ma pak se 5 euro në ditë antartë e familjes tij.